Ka pasur një dron në ferma VIP ku është folur se është dron i dërguar nga Flor Mumajezi për Sony. Sa e vërtet është kjo? 0%. Unë kam pasur një komunikim shumë të afërt, me njerëz shumë të afërt si me Florin, po mos shkoj dhe më tej, se me kë, jo, nuk është e vërtet, nuk ka quar asnjë dron për Sonin. Është një gjë e stisur, nuk e di se nga kush, shpresoj shumë të mos jetë nga produksioni për t'i dhënë Sonit zemër, po do më pëlqente që gjërat ishin reale. Do më pëlqente që të mos përfshiheshin njerëz nga jashtë brenda, e të mos krijohej kjo kymnaja është ky, domethënë ne duhet të shiko, ferma po kthehet në një lloj Big Brotheri. Bukuria e fermës është se nuk kishte Big Brother. Dhe nuk e di pse këtë vit ferma është bër Big Brother. Nuk është më në e kemi thënë dhe në një intervistë tjetër bashkë, nuk është më në plan të parë marrëdhënia e njeriut me kafshët natyrën, punën në fshatet e tjera etj. Jo, ajo që po bëhet është marrëdhënia midis njeriut me njeriun, sherret, debatet, ofendimet, bullizimet, lidhjet e dashurisë etj etj. Dhe nisur nga kjo, prap është menduar të sillet një dron me që të bëhet një lloj paralelizmi, sepse ka pas moza drone që i kanë vajtur nga këngëtar të ndryshëm, tashti i çojnë Sonit dron që ja ka sjell Flor Mumajesi. Ose është një Flor tjetër, po absolutisht jo Flor Mumajesi, dhe për këtë jam shumë i sigurt. E di. Elton, ka pasur dinamika mjaft të forta në ferma VIP, ku më kryesore le të themi e javës ishte edhe përplasja e Moza Ahmetit me Zhakun, ku ndër të tjera e janë përplasur për ish burrin e Moza Ahmetit. Çfarë ka ndodhur realisht dhe çfarë ka ndodhur jashtë shtëpisë, pra jashtë fermës? Atëherë, si fillim mirë do doja që ta nisja që Zhaku ishte një karrem shumë i bukur për Mozën, ose të paktën u tentua që të ishte një karrem për ta futur Mozën në lojën e Zhakut dhe për të nxjerrë mbase një tjetër anë të Mozës, ose një Mozë më të keqe, një Mozë më të ligë. Di që sipas burimeve të mia, di që është një lojë e tëra, lojë e produksionit, për këtë e di shumë mirë. Di që është një instruksion që është dhënë Kastilen. Më pëlqeu shumë zgjuarësia e Mozës, e cila e kapi situatën menjëherë, që kur e dëgjoi Zhakun tha që kjo absolutisht nuk ka ardhur për mua. Për sa i përket historisë që Moza realisht ka thënë, është e vërtet 100%. Zhaku është ishi i ishit të Mozës, kështu që është një histori e vjetër që daton shumë vite më parë, ku Moza Ahmeti pas ndarjes nga ish bashkëshorti, Zhaku ka qenë lidhur me ish bashkëshortin e Mozës, dhe ai tashmë është një ish edhe për Zhakun. Më pëlqeu kjo gjë që Moza ja përmendi, sepse donte t'i tregonte Zhakut që shikon ty, jo vetëm që të njoh shumë mirë, po edhe për më tepër unë e di shumë mirë sepse ti ke ardhur këtu brenda në fermë. Kështu që deri diku ishte një stopim që i tha Zhakut. Ky është mendimi im, është gjëja më e mirë. Unë e di pak a shumë historinë jashtë, unë e njoh, kam fatin që t'i njoh që të dyja si personazhe. Zhakun e kam takuar jo më larg se përpara se të hynte në fermë madje. E di dhe të tërë historinë se si ka qenë atëherë. Mediat roz atëherë kanë folur ato pak media roz që neve kemi pasur. Kështu që për mendimin tim ishte gjëja më e mirë që Moza ka bërë. Elton, në fakt edhe Zhaku është një proces divorci, a të shkojmë pak të aludojmë, a mund të ketë qenë ishi i Mozës shkak për ndarjen e Zhakut, apo s'ka lidhje kjo gjë? Jo, me sa di unë, Zhaku ka rreth një vit që është në proces divorci, edhe unë e kam menduar që duhet të ishte divorcuar. Unë mbaj mend që Zhaku ka qenë vjet tek ferma, ka qenë një proces divorci, jetonte midis Shqipërisë dhe Gjermanisë. Zhaku ka jetuar për një kohë të gjatë në Gjermani, konkretisht në Münih ka qenë, dhe atje ka qenë e martuar. Di që djali është me të shoqin, dhe atëherë djali ka qenë me të shoqin, ku Zhaku ka qenë në Shqipëri, ku Zhaku ka qenë këtu dhe bënte fermën VIP, kështu që nuk ka lidhje, nuk ka ndikuar fare absolutisht, thjesht është një
proces që normalisht ka vite. Ftoje dhe tashti ka rreth 1 vit që me së diun janë në proces divorci. Ndërkohë, në fakt një video është bërë mjaft virale që ku dukej Sara Karaj e cila flet lidhur me informacione që ajo merr, të paktën ashtu është interpretuar video, brenda Jo, ferma nuk është VIP. interpretuar video është reale dhe më fal që po ndërpres, video është reale, video është i qartë, Jo, duket është qartë që reale, Sara Karaj. është reale. Ideja është a është përmbajtja në kontekstin që ajo merr informacione për çdo gjë apo ishte në 100%, kontekstin që ajo 100%, i ka marrë informacionet më përpara dhe e di çfarë si funksionon ferma dhe 100% ferma e plak. vërtet. 100% e vërtet. Ajo merr informacione në kohë reale. Unë e kam thënë me kohë, për sa kohë Sara ka qenë një ish punonjëse në Tring, është një influencer dhe është shoqja e Arbanës, patjetër që ka një lloj favorizimi, duam s'duam ne, e pranojmë apo se pranojmë, favorizimi është i dukshëm. Jo vetëm, shiko, Sara nuk është se është një vajzë që nuk ka aftësitë e saj për të arritur aty ku është, absolutisht, ka meritat e saj etj etj. Por të kesh favorizimin e produksionit të bën akoma dhe më të pathyeshme. Siç e kam thënë dhe më parë, unë e krahasoj Sara Karajin dhe Moza Ahmetin, unë i paralelizoj me Olta Gixharin dhe Luiz Ellin. Produksioni ka vendosur në fillim që fituesi i këtij viti të jetë një femër dhe pak por e sigurt fituesi i fermës është një femër. Tjetër gjë që kam parashikuar ka qenë që të gjithë aktorët gjithë kasti i filmit Pasaporta, me përjashtim të Akilit që doli jashtë skenarit dhe u detyruan e nxorën, e përjashtuan, do të jenë pjesë e finales. Kështu që edhe kjo pak por e sigurt. Që Sara merr informacione në dhomën e Agajit, kjo është 100% e verifikueshme. Dëgjoj. Të thuash unë e di se çfarë është në fan club, do thoshe ty dikush të ka ardhur dhe të ka thënë se si është puna. Unë pres si të merret po njëjti vendim që u mor dhe me Gresën. Që Sara merr informacione në dhomën e Agajit, kjo është pak por e sigurt. Të di se çfarë thuhet në fan club, për sa kohë ti je mbyllur, je i izoluar. Tash dy janë variantet. O ti kur ke vajtur për në spital, që është ajo teoria ime që unë them që mund të ketë vajtur në shtëpi Sara Karaj, sipas informacioneve që unë kam marrë, dhe ti ke marrë gjatë kohës që ti ke vajtur në spital apo në shtëpi, ke marrë vesh se çfarë është thënë në fan club, ose dhoma e rrëfimit Sarën e ka informuar për çfarë është thënë në fan club. Kështu që si në të dyja rastet, si kjo si ajo, është një shkelje shumë e rëndë e kontratës. Shpresoj që të merret një vendim edhe nga Agaj, ose të detyrohet siç u detyrua Gresa për të lënë fermën VIP, ose të kalohet të sqarohet e tëra kjo situatë. Kështu që unë mendoj që favorizimi është i dukshëm, unë mendoj që këto gjëra po ndodhin rëndom tashmë në çdo reality show që po kthehen në një lloj shoqënia show. Të bëra një paralelizëm pak më parë midis Sara Karajit, Moza Ahmetit dhe Olta Gixharit dhe Luiz Ellit. Në të dyja rastet, produksioni kishte projektuar si fituese një femër, ndërkohë kur ishte Olta Gixhari ishte parashikuar Olta Gixhari për të qenë fituesja e Big Brotherit, mirë po, produksioni nuk e dinte që do kishin përpara një pengesë shumë të madhe dhe të pakalueshme që ishte Luiz Elli, i cili u kthye në një fenomen dhe vazhdo të jetë një fenomen. Në këtë rast kemi Sara Karaj dhe Moza Ahmeti dhe pra produksioni i ka dalë situata nga dora duke pasur parasysh që Moza Ahmeti tashmë është kthyer në një fenomen të fermës, ajo po e bën fermën, njerëzit po e ndjekin prej Mozës, është prap një pengesë shumë e madhe. Me të gjitha këto lëra që po bëhen, me futjen e këtyre banorëve që po mundohen të sulmojnë Mozën, me dhënien e informacioneve Sarës për ta dobësuar Mozën, patjetër, për ta dobësuar Zhaku, për të dobësuar Mozën, Indri për të dobësuar Mozën, Vanessa për të dobësuar Mozën, domethënë janë një grup lojtarë që po mundohen për Vanessa është Dea Michel për mendimin tim. Indri është Amo Zaharia për mendimin tim. Domethënë është një lloj skenari pak a shumë i njëjtë, o ne jemi bërë shumë ekspertë dhe dim të dallojmë gjërat shumë mirë, o këta kanë çeduar në bërjen e skenareve sepse po përsërisin të njëjtin skenar siç është përsëritur në Big Brother VIP 2.
Domethënë është motomo, është po e njëjta gjë. Sara Karaj është Olta Gixhari, Vanessa është Dea Michel, Amosi është Indri e këto gjërat e tjera kështu nga pas që vijnë. Kështu që mendoj që prap. Por ndryshe nga Big Brother VIP 2, tek Ferma do të ndaloja sepse ka një problem tjetër. Në qoftë se juve duhet ta keni vënë, Arbana thekson her pas here që vendimtare është sfida. Për sa kohë është sfida, në qoftë se nuk do të merren përbazë votat e publikut për të nxjerrë fituesin, po do të merret mbas kush e fiton sfidën, kam frikë se me këtë pikë, këtë vit, produksioni do të arrijë të nxjerrë fituesin që ata dëshirojnë që të nxjerrin dhe jo atë që publiku dëshiron. Shpresoj shumë që të jem gabim, realisht, sepse ne meritojmë të kemi një fituese të Fermës për herë të parë. Jo për herë të parë, për herë të dytë, se për herë të parë ka qenë Dionisi, fituesi i publikut realisht dhe pastaj Big Basta për mua nuk ka qenë, ose le të themi, ka qenë i favorizuar dhe nga produksioni, ndërsa këtë vit Moza Ameti e meriton 100% fitore. Shpresoj shumë të mos zgjidhet nëpërmjet sfidës, jo se Moza mbase nuk është e aftë për ta fituar, po mbase sfida mund të jetë favorizon me logjik një vajzë 20 e ca vjeçare sesa një grua 62 vjeçare. Nisur nga kjo do të shikoja në çik edhe faktin pse opinionistët vazhdojnë dhe godasin Mozën ose godasin në mënyrë të tërthort Mozën, duke i përmendur djemtë e shtëpisë etj etj. Mendoj që janë rrugë të gabuar dhe shpresoj shumë të mos jetë ajo që Akil Varfi ka thënë që ka lexuar një letër ku Moza pak para finales do të eliminohet. Pikërisht këtu te Akili doja të ndalesha pak, besoni që ai mund ta ketë lexuar një gjë të tillë? Absolutisht, dëgjoj, unë mua më ka ardhur keq që unë prisja që Akili si jo duke përjashtuar nga kasti i filmit Pasaporta, se nëse ti vë re këtë vit Ferma është ndarë në shoqëtar Arbanës dhe kasti i Pasaportës. Dy janë që nuk janë shoqëtar Arbanës, që është Mimoza Ahmeti dhe gazetare që ka hyrë tashti. Akilit më vjen keq që ka dalë dhe unë besoj 100% që ai e ka lexuar atë letër. Po flasim për njerëz që skenarin e kanë të paraprgatitur, po flasim për regjisor filmash, i cili ka ngritur një lloj telenovele brenda. U tentua, pse do thuash ti? Unë këtë gjë e kam kuptuar që në rastin kur Indri dhe Vanessa do lidheshin njëri me tjetrin, por kur Ola dhe Adioni u lidhën bashkë, menjëherë u urdhërua ndarja e Indrit nga Vanessa. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që pas daljes së Olës u urdhërua bashkimi i Indritit me Vanessën, sepse në konceptin e një telenovele, ku nuk ka histori dashurie, nuk ka telenovele. Është e tëra një sajesë e produksionit. Pastaj, ajo që doja të thoja tjetër është oportunizmi i Indrit, se dhe këtu dhe në këtë rast prap situata po i del nga kontrolli, ndërkohë që Indri ka qef Sonin, sepse e shef si një femër të arrirë etj dhe do të jetë krah saj, ndërkohë ka Vanesin që po e shtyn çdo ditë akoma dhe më larg, nuk është se ka ndonjë lloj feeling. Kështu që unë e besoj 100% atë që ka thënë Akili, unë besoj çdo gjë çfarë është shkruar në atë letër. Të njëjtin gjë ka ndodhur dhe në Big Brother VIP 2, atëherë kur unë e kam publikuar madje se çfarë do ndodhte çdo prime, unë publikoja se çfarë do ndodhte, kush do dilte, si do hynte, si do bëte, çfarë do kush ishte, çfarë ato skaletat e famshme. Kështu që e njëjta gjë ka përqenë është edhe këtë vit edhe po e besoj 100%. Elton, duhet ndalem edhe te një çift i cili u krijua te Ferma VIP dhe tashmë kanë marrë një hap mjaft të rëndësishëm pas daljes nga Ferma. Bëhet fjalë për Olën dhe Aldionin. Çfarë ka ndodhur me këtë çift pas daljes dhe a kemi një hap të rëndësishëm në jetën e tyre? Prezantimi me familjen për mendimin tim është një nga hapat më të rëndësishëm, kështu që në vajtja e Adionit në Malësi të Madhe, takimi nga familja, pranimi i lidhjes së tyre, më pas shijimi i natës që kanë kaluar bashk, për mua është një konfirmim i lidhjes, është një konfirmim dashurie, unë jam gjithmonë pro çifteve që ka dashuri dhe jo pro çifteve që lidhen në një reality show për lojë. Kështu që unë ju uroj më të mirën çiftit, më vjen shumë mirë që tashmë ata i kanë punët
mirë njëri me tjetrin, dhe ajo që më vjen më mirë është që u shkëputën totalisht nga ferma dhe të njihen si Ola dhe Adioni dhe jo si Ola dhe Adioni i fermës.